Qendra Kulturore Vlorë organizon çdo muaj një sër aktivitetesh të larmishme. Angela Kaplani, drejtuese e kësaj qendre, thotë se aktivitetet kanë nisur prej fillimit të muajit, ku përfshihen në këtë kalendar të shpalosur aktivitetet e Bibliotekës së Vlorës, Muzeut Historik dhe Etnografik, Kinemas Verore, si dhe Teatrit të Kukullave. Drejtuesja e Qendrës Kulturore pohon se është thuajse gati premiera më e re e Teatrit të Kukullave. Sipas Kaplanit, të premten orën 19 do të çelet një tjetër ekspozit me fotografi në Galerinë e Artit. Është për disa të muajit radhas, Qendra Kulturore paraqet një kalendar gjithmujor, ku përfshin eventet e bibliotekës, eventet e Muzeut Historik Etnografik dhe aktivitetet që zhvillon Qendra e Kulturës, Galeria e Arteve, Kinemaja dhe Teatri Kukullave. Muaji prill është një muaj i mbushur me evente kulturore. Ne kemi startuar tashmë, jemi në mes të muajit. Së shpejti kemi premierën e re të Teatrit të Kukullave, që titullohet Ku janë ëndrat. Xhaxhi Edi, Xhaxhi Erioni dhe Kukullat kanë punuar tema së shumë, që kjo premierë të vi sa më e bukur dhe të jetë sa më afër fëmijëve. Me këtë rast doja t'ju ftoja të gjithëve në datën 17 të ndjekim premierën e re të Teatrit të Kukullave. Ne kemi dy aktivitete, siç është ekspozita në Galerinë e Artit, është një ekspozit e Roland Harizi dhe Eda Mullaj, që do të prezantohet ditën e premte në orën 19. Prandaj ju ftoj të gjithëve që të vini dhe ta ndjekim së bashku. Por nuk do të mbetet me kaq, pasi Kaplani konfirmon faktin se aktivitetet do të vazhdojnë të jenë të shumta edhe për gjatë muajit prill, si dhe në muajt që do të vinë. Drejtoria e Qendrës Kulturore shprehet e kënaqur me pjesëmarrjen e deritashme në të tilla aktivitete. Ne kemi brenda këtij muaji, jo në muajin të vijim, brenda këtij muaji kemi edhe 4 filma që do të shfaqen në Kinemanë e qytetit. Janë 3 filma italian, kjo është një bashkëpunim midis Konsullatës Italiane dhe Bashkisë Vlorë, si dhe një film shqiptar që është hedhur në kinema së fundmi. Pjesëmarrja në Kinemanë e qytetit ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Pjesëmarrja në Galerinë e Arteve, në të dyja sallat e galerisë, siç është salla e pikturës dhe salla e skulpturës, ne kemi pasur shumë evente në këtë galeri dhe patjetër që pjesëmarrja ka qenë e konsiderueshme. Ne mundohemi akoma për më shumë dhe jam e bindur që do realizojmë. Prilli është muaji i fundit ku aktivitetet do të zhvillohen në Pallatin e Kulturës Labëria, pasi Angela Kaplani thotë se në maj dhe veçanërisht në sezonin veror, shfaqjet e Teatrit të Kukullave, koncertet festive dhe ekspozitat me fotografi do të realizohen në teren, duke u shpalosur në sheshet kryesore të qytetit. Duke qenë se jemi dhe në prag të sezonit turistik, Qendra e Kulturës do të vijojë me aktivitetet edhe në ambientet e jashtme të qytetit, kjo për të qenë më afër qytetarëve dhe turistëve të huaj. Do të startojmë me datën 29 prill, që është dita botërore e dancit. Jemi duke përgatitur në bashkëpunim me shkollat e qytetit, me kurset e qytetit të Vlorës në zhanrin e kërcimit për të bërë një spektakël në parasheshit flamurtarit. Ndërkohë, në muajt në vijim, ne do të jemi sa më afër qytetarëve, siç e thash pak më parë, edhe me Teatrin e Kukullave dhe me koncerte të tjera argëtuese. Jo vetëm gjatë muajit prill, por edhe në 3 muajt e mëparshëm të vitit 2026, Qendra Kulturore Vlorë ka organizuar një sër aktivitetesh me tematika dhe lloje të ndryshme, të cilat kanë përfshirë çdo moshë.